ku emri juaj është përmendur shumë si kryeministre një qeverie teknike që nuk ekziston akoma, por nëse do të ketë një qeveri teknike, ju do të ishit kryeministre? Po, edhe unë jam munduar të kuptoj, çfarë sjell këtë nevojë për të përmendur emra, për të spekuluar, çfarë i prodhon pastaj ato klikimet që vazhdojnë media që qarkullon, çfarë i bën gazetarët të më çojnë lajme që thonë që e keni parë deklaratën e filanit që ka përmendur emrin tuaj, në fakt nuk është e vërtetë. Dhe është shumë e thjeshtë, lehtësisht e verifikueshme që diçka është e pavërtetë, por lajmi bëhet duke u nisur nga e pavërteta dhe nga një e pavërtetë fillon zmadhohet dhe bëhet ajo që ne themi u bë qimjatra. Për mua i kam bërë vetjes pyetjen çfarë bën kontekstin që të kërkoj këtë mua unë e përkufizoj si Big Brother që vazhdon në politikë. Dhe pse njerëzit mundohen gjithnjë që ta lexojnë edhe politikën si kjo Big Brother i madh, pra hyri filani, ku Blerina, erdhi ky tjetri, erdhi Erioni, domethënë gjëra që emra persona që hyjnë dhe dalin, erdhi Lea, hyri Lea, doli, e mori filani, dhe si shpjegohet që ne nuk arrim që politikën ta zbërthejmë si politikë të forcave demokratike, sepse ne në fundit jetojmë në demokraci. Dhe në demokraci, sistemi nuk e ndërton një individ, e ndërtojnë forcat që shkojnë për te individit, e ndërtojnë partitë politike, e ndërtojnë parlamenti, e ndërtojnë gjykatat, është një proces që janë shumë institucione të përfshira.